Me 7 vite burg u dënua ish drejtoresha e kadastrës Durrës Raimonda Dashi pas një procesi 1 vjeçar të zhvilluar në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vendimi u shpall nga trupi gjykuesi përbërë nga gjyqtarët Elsa Udhiri, Bip Ndreca dhe Flora Hajredinaj. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi ndaj Dashit u reduktua në 4 vite e 8 muaj burg. Megjithatë, gjykata vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit duke e vënë në provë për një periudhë 3 vjeçare. Gjatë kësaj kohe, e pandehura duhet të mos kryej asnjë vepër tjetër penale. Në të njëjtën dosje u gjykuan dhe 2 vëllezërit Besian dhe Leonard Ramaj, të cilët sipas hetimeve kishin ngritur një skem për pastrimin e fitimeve të paligjshme nga tregtia e drogës. Ata u dënuan përkatësisht me 6 vite e 8 muaj dhe 5 vite burg pas aplikimit të gjykimit të shkurtuar. Ndërkohë, për të pandehurin tjetër, Ardian Malasi, gjykata dha një dënim prej 9 vitesh burg, që pas reduktimit përfundoi në 6 vite. Prokuroria e posaçme arriti të provojë se Raimonda Dashi, në cilësinë e drejtoreshës së kadastrës së Durrës, ka ndihmuar grupin kriminal që të investojë paratë e përfituara nga aktivitetet paligjshme në pasuri të paluajtshme për të krijuar mbulesë ligjore mbi origjinën e fondeve. Hetimet e nisura në bashkëpunim me autoritetet belge treguan se vëllezërit Ramaj kishin kryer veprime financiare dhe pasurimin në Shqipëri përmes ndërmjetësimit të Dashit dhe Malasit me qëllim legalizimin e të ardhurave që vinin nga trafiku i narkotikëve. Vendimi i gjykatës së posaçme mbyll një prej dosjeve më të bujshme që lidhin administratën shtetërore me strukturat e krimit të organizuar në fushën e pastrimit të parave.